Kolegji zgjedhor në Tiranë hodhi poshtë padinë e Partisë Demokratike që kontestoi gjyqësisht numërimin e votave të diasporës shqiptare në Greqi, mbasi pretendohet për parregullsi dhe për këtë arsye procesi i numërimit ishte bllokuar. Kolegju vendos në lëvizje nga një kërkesë e Aleancës për Shqipërinë Madhështore, e cila synoi të shfuqizohej vendimi i KAS. Ky i fundit është shprehur në datën 13 maj për numërimin e gati 53.000 votave pa u diferencuar. Kolegji zgjedhor gjyqësor pasi shërtoi provat në dhomë këshillimi bazuar në 90/20/158.3 të kodit zgjedhor të ndryshuar, rrëzimin e kërkesës për sigurimin e padisë. Lënien në fuqi vendimi numër 50 datë 13/5/2025 të Komisionit të Ankimeve dhe Sanksioneve. Ky vendim është i formës prerë dhe ndaj tij nuk lejohet ankim. Në seancën gjyqësore të mbajtur në gjykatën administrative të apelit, mungonte Pala Paditse që kishte kërkuar shtyrje të gjyqit, mbasi rrugët ishin të bllokuara nga samiti dhe për këtë shkak Pala e kishte të pamundur që të ishte në seancë. Ky vendim i kolegjit zgjedhor të 5 gjyqtarëve do thotë lënien në fuqi e Komisionit të Ankesave dhe Sanksioneve për numërimin e votave të Greqisë.